Një aksident i rënd në vendin e punës ka ndodhur në Gjirokastër, ku një punonjës i shërbimeve publike ka rënë nga lartësia e një godine private duke pësuar dëmtime të rënda. Sipas informacioneve paraprake, Dritan Kopeci, punonjës i shërbimeve publike, ka qenë duke punuar së bashku me kolegët për pastrimin e një godine private. Gjatë punës dyshohet se ka rënë nga lartësia e katit të 4 të ndërtesës. Si pasojë e rënjes, punëtori ka mbetur pa ndjenja dhe ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore. Menjëherë pas ngjarjes, është kryer transportimi urgjent me helikopter drejt Spitalit të Traumës në Tiranë për trajtim të specializuar mjekësor. Ndërkohë, lidhur me ngjarjen, rreth 8 punonjës janë shoqëruar në drejtorinë vendore të policisë për t'u marrë në pyetje me qëllim zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit. Grupi hetimor po punon për të sqaruar shkaqet e plota të rënjes dhe për të verifikuar nëse janë respektuar kushtet e sigurisë në punë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.